Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah në falendrojmë, salavat e selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam ja dërgojmë. E kemi dersën e radhës që thot Kurani nga leximi në praktik. Kjo është e rëndësishme se Kurani nuk duhet me met vetëm teori. Domethënë Kurani është i mirë. A jem kënaqur të lexoj Kuranin. Më ka pëlqyer e tjerë e tjerë. Jo. Ti çka ke përfitu për me qitë në praktikë. Që kjo është më rëndësi. E kanë pyetur Aishën radhiyallahu anha, na trego për sjelljen, edukatën, moralin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ka thonë Aisha, ai ishte Kur'an i gjallë që ecte në fytyrë tokës. Të nderuar vëllezër, për fat keq kemi njerëz të cilët din shumë mirë me fol ose teorikisht me lafë goje, ose din me fol për të tjerët. Filani mu pas konun e kishëm bon, si kishëm thonë, ka gabu, Allah i përdhët kështu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ashtu, për tjerët. Në momentin që i bjen në vetën e vetë një dispozit islame, që ka thot? E refuzon. Për shembull, trashëgimia në islam e femnës e vajzës. Trashëgimia. Këtu e lëshojnë frontin gjithë. Për fat keq. E kupton? Allahu ka thonë në Kur'an, dëshmoni edhe nëse është dëshmia kundër juve. Sa njeri din mi gjyku të tjerët, mi thonë ti e ki gabim, vetës vetë nuk i thotë. Unë kam njoft njeri i cili i gjykon të një dujon, ishte në gjendje me e gjyku, me e da pleqni. Edhe njëherë një djali veti, i ka bët dikuj zullum, edhe për shka, unë për i thëmë shka se baba i ti mirët me këtë punë, kollaj është me e zgjidh këtë telashe. A i këtë dujon s'pe i zgjidh probleme edhe djali vetë, zullumqar, edhe shkoj atje edhe unë isha me ta, edhe përna dhe zdi vëllaj, thash, qështë të dhe djali, që ka doje le të bëje djali. Po, ti mund është mës me pas fuqi me nalë djalin, ama dush mi thonë këti zëdnis, ti vëllaj e ki mirë, djali e me ka keq. Ama s'po muj me nalë, s'po muj me amar hakin me talon ty. A me majtë krajnë si amat, keqës. Pra na nuk duhet vetëm Kuranin me lexu, jo vëllajem, po du me qitë në praktik. Allah ka thonë në Kuran, dëshmoni edhe nësa është dëshmia kundër vetës juj. Kuptoj e qëta? Mos vazhdo ma ne. Nëse danë me dit njerë, na bjen për provimit ajo, vetëm këqyre, Kuran pyetje, Kurani edhe lakmia. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë nuk ka besu askush prej jush përderisa kajtja ti nuk e njek mësimet e mia. Kajtja nuk vjen para mësimeve të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Po a mund të marrë kajtja para Kuranit që suneti, Kurani o manal se suneti. Nëse s'po bojnë ka me kundërshtu pejgamberin alayhi salatu wasalam se po takon aty e pejgamberi po thot ndryshe, zban me kundërshtu pejgamberin, du të mi thonë vetës, kajtjes, epshit, mi thonë kadal, se Resulullah ka thonë kështu, alayhi salatu wasalam, po thotë s'ka besu për jush. Askush përderi sa kajtja ti nuk e pason sunetin tam. Po Kuranin, halo që është ma i rëndësishëm. Prandaj, të nderuar vëllezër, këtë Kuran që po e lexojmë, që po e mësojmë, që po mundohemi me meditu, ta vendosim edhe në praktikë. Nëse na mungon praktika, atër thjesht e kena lexu për me fitu një sevap të Zoti, por se ndikim gjurëm në jetën tonë s'kalon. Allah na falt, Allah na përmirësoft, edhe na vëzot në rrugën e drejtë. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.